E pra, zonja dhe zotri, mysafir të nderuar, siç po e shihni, ne kemi marrë pozicionet tona. Është momenti kur ne kemi dhënë një hapësirë të bukur shtëpisë së modës Migena Malishev. Faleminderit, fjala është për ju. E pra, mysafir të nderuar, telespektatorë, spektatorë të nderuar kudo që jeni, do të sfilojnë çdo javë kreatorët tona, stilistet tona, nga gjitha anët. Sonte e kemi një zonjë shumë nderuame, e cila është përkushtuar elementeve kombëtare dhe popullore në dizajnimin e fustaneve të saj, zonja Gjylferie Kryeziu. Mirë se erdhët, zonja Gjylferie. Mirë se ju gjetëm. Mirë se ju gjetëm, faleminderit për ftesën. Ftesën e keni bë vetë ju se bëni gjëra të bukura. Migena, pse Migena emri shtëpisë tuaj? Emra e mbesës time, ja ka emrin Migen, është në klasën e 4, jeton në Gjermani, ka lindë dhe po rritet atje. Nëse ka mundësi, e përshëndes shumë Migenën. Edhe na përshëndesim gjithë, me shumë dua trokitje Migenën. Shumë faleminderit. Zonja Gjylferie, këto kreacione janë puna juaj? Puna juaj, puna ime, kreacion jem. Vetë i kom punu, vetë. I punoni vetë. Keni punëtore për këtë gjë? Kem disa punëtore në sezonën e verës. E rrit një numrin e punëtorëve? Po. Sa mirë punëtorit në sezonën e verës se rritën dasmat, ha? Po, ashtu është. Numri më i madh. Porosit janë më herët, por atëherë duhet me përfundu në sezonën e verës. Fustanet, a ke trashëgimikët? Jo, nuk e kam trashëgimi. E ke mësu vetë gjatë jetës? Po, ku mësu, tash ju punoj vajza, nosëv, atëherë fillojnë kërkesa e tyne, pëlqehet në Aha, masi ju punova aty në filloj kërkesa. Sa vite ke hapë shtëpinë e modës? Që 15 vite punoj këtë punë. 15 vjetë, pas luftë, do më thonë. Pas luftë. Lulëzoj me lirin edhe zeja juaj, menquria jote, shkallësia jote. Ke shkutu për parun këtë drejtim? Po. Cilat elemente i përdor? Kur e menon një fustan, cilat elemente i përdor? A përdor elemente kombëtare në to, po? Kombëtare, por ma shumë në moderne. Edhe moderne, Edhe moderne. A shifën se i ke kombinuar, ka pjesë tamam veç popullore, po ka edhe pjesë moderne. Që kaltrina atje ka dallomen shumë të shtrejt, ha? Po, ajo vesh gjithë me dimia, tash kjo është kreacioni ma i ri, me mini fustan. Po, me mini fustan edhe, po kërkohet shumë. Do me thanë i përshtatës edhe kërkesave dhe modës, Po. Kur vinë familjet me vendosë për këto fustane, a ma shumë vendosë nusja, a vandri, apo? Me të thanë të drejten të dy partë, se nusja duhet t'i kept s'paku 2 veshje me ari, je lekun edhe dallamen. A është kjo si ligja? Po, është tradite jona. Sikur se nusja duhet t'a ketë në ditën e martesës vellën, ashtu duhet jetë edhe 2 veshje me ari, je lekun edhe dallamen pa tjetër, po edhe fustanat lejlej shumë. Ko gjamoti jë martu pas në harru, nuk e di qa kom blena atë vakë. Ju thatë se keni edhe bashkëpuntore, do më thonë ju jep një punë edhe... Puntore, kam. Puntore? Po, vetëm puntore në sezonën e verës. Edhe në sezonën e verës? Po, vetë i prej, i vizatoj... A ju e punë dhe të shpia ato me punu? Po, të shpia, ma shumë të shpia. A i viziton qendra tjera të Kosovës, përveç Prishtines, Malisheves, Pejes? Vizitoj dikon. E merr elemente prej tyne, i kombinon, ide? Pak diçka, po ma shumë është ideja ime. Qysh i ndërton të ide? Prej ka motivosh ma shumë zonja Gjylferie? Prej dëshirës të punës, prej vullnetit, prej edu shumë... Vetë me veti, kam ja qitë një vit këtu, kam e regullu këtu? Po, përkushtu në shumë në punë. A janë të shtrejta këtu? Po, ajo dallama atje, ajo kushton 1000 euro komplet veshja, këtu tjera 200-300 shkujnë që ashtu. Në 200-300 mirë. A ja vlen? Ja vlen të punësh këtë punë, me gjithë se të merë kush shumë. A është e lodhshme? Për sy, për duar, për koncentrim? Jo, unë si e du punën, lodhje nuk ka, por të merë kush shumë, po ja vlen me punu. Ja vlen sigurisht. Në më thonë, do të me punu Gjylferi. Valla, po. Atëhere, e bëjmë kështu. Të gjithë janë sy e vesh, edhe me dëgju, po edhe me pa kreacionet tua, që janë shumë bukura, shumë të veçanta, jo vetëm Kosovë. Të pysë edhe këte. A qoni edhe jashtë fustane, a keni kërkesa, a keni në i bashkëpunim? Jo. Me Shqipëri, me kështu? Valla jo. Jo. Në më thonë, ju mjafton angazhimi këtu në Kosovë. Po. A i ndjekim bashkë sfilatën? E ndjekim. Me një kolonë zanore që ne ka zjedhë regjisori ynë? Shtëpia e modës, shtëpia e madhe e modës,
Migena na sjell kreacionet e saj në një sfilad këtu në Odeon me vajzat tona bukuroshe me modelet tona. Modelet tuaja i kemi vesh modeleve tona dhe le t'i përcjellim me shumë duar përfitje të sfilat të shtëpisë tuaj Migena. Shumë faleminderit. We gon' do this. We gon' do this. Faleminderit zonja Gjilferie, zonja dhe zotëri mysafir të nderuar, edhe ky është një kreacion më i fundit dhe shumë i bukur që po e prezantoj sonte nga duart e arta të zonjës. Faleminderit shumë, kjo ishte sfilata për sonte. Zonja Gjilferie, ju falenderojmë shumë shtëpinë tuaj të madhe të modës, se falenderojmë edhe zotrin tuaj, profesorit devotshëm tan jetën Haki Kryezim. Faleminderit të juve shumë. Që ju ka përkrah, që keni hes në punën tuaj,
Unë e kam një doktor Haki Kryeziu në Salzburg, punon shok të shpirtit, s'ka me të harru kur profesor.